Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë intervistë me një nga personalitetet më të larta të politikës kosovare, por edhe në botën e biznesit. Unë kam këtu pranë vetes pikërisht zotin Beçet Pacolli, me cilin do të zhvillojmë një intervistë. Ai ndodhet në Shqipëri në kuadër të takimit me disa personalitete dhe të një vizite në kuadër të zhvillimeve më të fundit që kanë ndodhur në Kosovë, në shtetin tonë fëqin. Zoti Pacolli, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Pyetja e parë në fakt do të ishte pikërisht në kuadër të kësaj vizite. Cili është qëllimi i kësaj vizite tuaj në Tiranë dhe në Shqipëri? Kjo është një vizitë radhës në Shqipëri. Ne e konsiderojmë Shqipërinë si pjesë të pandashme të Kosovës. Ne e konsiderojmë Shqipërinë si vllaun e madh, i cili është duke ndihmuar procesin në Kosovë dhe tani për tani është duke ndihmuar diplomacinë kosovare. Dhe jemi mirënjohës. Sot po të nderin takohem me eksponentet më të lartë politikës shqiptare, me presidentin e Republikës Shqipërisë, ishim me ministrin e punëve të jashtme dhe mbrëmje do të kem edhe takimin me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe unë nuk jam këtu vetë, jam me grupin tim parlamentar, po ashtu edhe me antar tjerë të AKR-s, të partisë, dhe për ne është një mësim, ndoshta, dhe një inkurajim që edhe më tutje të punojmë, ashtu si që kemi bo deri tani, ju edhene se AKR-ja ka një vizion të vetin, një vizion që punon për interesin e qytetarit Kosovës, punon për shtetin e Kosovës, nuk është parti rajonale, po është parti e Kosovës, dhe këtu tani bashkëpunimi ynë nuk kufizohet vetëm Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. AKR-ja është pjesë përbërëse e liberalizmit europian, jemi antare e LDR-it dhe kjo ishte një vizitë e radhës që patëm nderin të bënë në Shqipëri, për ne shumë e rëndësi dhe besoj se nuk do të ndalemi me këtë. Në fakt, zoti Pacolli, kjo të themi është vizita radhës, sikurse quhet e ju, pasi prej kohësh ju keni ndërmarrë një tur individual në disa shtete të ndryshme të botës për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Sa shtete mund na thoni ju që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës fal punës tuaj, dhe cilat kanë qenë këto shtete, nëse i rikujtoni të gjitha? Për të punuar për shtetin tënd është një nder i madh për çdo kënd, dhe unë nuk e konsideroj atë si punë personale, e konsideroj si punë e nevojshme që kishte për obligim, kishte pas për obligim çdo qytetar i Kosovës, prandaj edhe unë. Unë jam një prej tyre, se në Kosovë kem shumë njerëz që punojnë për kauzën e Kosovës. Dhe unë kom dash që bagazhin tim, cilën e posedoj, mos të humset, por të përdoret për interesin e Kosovës, për njohjet e Kosovës, dhe kom vazhduar të kontaktoj miqtë e mi, kom vazhduar të vizitoj ata kudo që t'jenë, dhe normalisht këtu ka pas edhe rezultate. Unë besoj se drejt për drejti që kom kontaktuar me eksponentet më të lartë të shteteve që ka pasuar njohja me njëherë në pas vizitës time, janë mbi 16 shtete. Fakt, cili ka qenë perceptimi që keni marrë ju për Kosovën si shteti më i ri i botës gjatë këtij turi, si është spritur ajo nga shtetet e tjera dhe nga personalitetet e këtyre shteteve? Ne nuk jemi qendra e botës dhe nuk sillet bota rreth nesh, ne jemi një shtet i ri. Tani i njohur prej 62 shteteve, Kosova ka nevojë të njihet, por për të arritur kjo duhet të udhtohet, duhet të shkohet, t'ju shpjegohet njerëzve ku është Kosova, si lindi shteti i Kosovës, të shpjegohen rrethonat dhe normalisht këtë duhet të bëjmë. Mendohet se qeveria e Kosovës mbas proklamimit të pavarësisë u ka shkruar gjitha shteteve në botë që të njohin pavarësinë e Kosovës, por besoj se në shumicën e rasteve kjo kërkesë nuk ka arrit deri te figurat që vendosin për njohjen,
dhe ka nevojë që të vizitohen. Normalisht disa shtete e pranojnë këtë si një hap shumë drejt që ka bo Kosova, disa që nuk janë të informuar ose emocionalisht ende janë të lidhur me ish Jugoslavin, hezitojnë të njohin Kosovën, por si do qoftë mbas çdo vizite formohet një ambient i ri, një klimë e re dhe mbeten dyert e hapura që të shkohet prapë dhe të punohet. Unë jam i bindur se jemi në rrugë të mirë dhe nuk duhet të ndalemi. Jam shumë inkurajuar edhe sot prej diplomacisë shqiptare, gjithsesi prej ministrit të ri të diplomacisë shqiptare, i cili thotë se Shqipëria do të vënë çdo gjë në dispozicion që shfrytëzohet për kauzën e Kosovës dhe këtë kisha me e